Në SPA ka plasur një konflikt i brendshëm që nuk ka lidhje me hetime apo dosje të bujshme, por me diçka shumë më konkrete dhe simbolike. Zyra, pas zgjedhjes së drejtuesit të ri të SPA, zotit Klodian Braho, rregulli administrativ dhe logjika institucionale janë të qarta. Zyra që ka mbajtur Braho para zgjedhjes së tij i kalon Altin Dumanit, ndërsa zyra e drejtuesit, ku deri tani ka qëndruar Dumani, i kalon drejtuesit të ri. Pra jo vetëm funksioni, por edhe hapësira duhet të ndërrohet. Kjo është mënyra normale se si funksionon çdo institucion që respekton hierarkinë dhe vazhdimsinë. Por sipas burimeve pranë SPA, ky shkëmbim i thjesht zyrash nuk është pranuar nga Dumani, thuhet se ai ka refuzuar të marrë zyrën e mëparshme të Braus dhe i ka kërkuar kancelarisë një zyrë tjetër, konkretisht në zonën ku ndodhen zyrat e drejtuesve, të ashtu quajturit shefa. Me fjalë të tjera, konflikti nuk është për mungesë hapësire, por për vendodhjen e saj. Arsyet për këtë kërkesë, sipas të njëjtave burime, janë dy dhe të lidhura drejt për drejt me pozicionimin personal brenda institucionit. Së pari, zyra e Braus ndodhet pranë Arben Krajës, Adnan Xholit dhe Elvin Gokaj, prokuror me të cilët Dumani thuhet se ka patur konflikte dhe mosmarrveshje. Prania në të njëjtin korridor, der më der, shihet si e papranueshme, çka i kthen hartën e zyrave të SPA në një hartë marrëdhëniesh personale, jo funksionesh. Së dyti, ndoshta arsyeja më domethënëse, Dumani kërkon të mbetet pranë zyrave të drejtuesve për arsye imazhi dhe ndikimi. Qëndrimi pranë shefave nënkupton vazhdimsi pushteti, dukshmëri dhe akses, sidomos në momentet kur në SPA vijnë delegacione ndërkombëtare. Të jesh në atë korridor do të shohin, të takojnë dhe të konsiderojnë ende si figurë qendrore, edhe pse formalisht drejtimi i institucionit ka kaluar tek një tjetër. Në thelb, konflikti për zyrën nxjerr në pa një problem më të thellë, vështirësinë për të ndarë postin nga simbolika e pushtetit. Në njëjtin institucion normal, zyra ndjek funksionin. Kur funksioni ndryshon edhe dera. Në SPA, të paktën sipas këtyre raportimeve, dera duket se peshon pa sa posti, në mos më shumë. Nëse zyra e Brahos duhet logjikisht i kaloj Dumanit dhe zyra e drejtuesit i kaloj Braus, atëherë çdo shmangje nga ky rregull thën SPA-ku nga një institucion që predikon standarde në një institucion që negocion privilegje, dhe kjo për një strukturë që ka në dorë besimin publik është një luks që nuk duhet ta lejojë.